Në këtë video do t'ju flas për makinat që përfshihen nga flakët rrugëve të Shqipërisë. E para gjë që na prodhon truri kur shohim një lajm apo një video në rrjetet sociale teksa një makinë është kapluar nga flakët, me siguri ka qenë makinë me gaz. Në fakt, jo. Mund të ndodhë që edhe një makinë benzin gaz të përfshihet nga flakët, por jo për shkak të gazit që ka në motor. Makinat që digjen në rrugë zakonisht nuk janë me benzin gaz, siç shumica edhe mendojnë. Për këtë problematikë kaq serioze dhe të rrezikshme do të flasim në këtë video. Do t'ju rëndis një nga një të gjitha arsyet. Kjo video i përket disa kohëve më parë kur në autostradën Tiranë-Durrës u doq ky karrotrec. A thua ishte me gaz? Pas një verifikimi që kam bërë më rezulton se kjo makinë e transportit të autoveturave ishte me naftë. Një nga shkaqet që mund të ketë sjell flakët në motor dhe më pas përhapjen e menjëhershme në kabinë është filtri partikular DPF. Gjatë procesit të rigjenerimit, filtri DPF arrin temperatura ekstreme. Nëse ka ndonjë rrjedhje vaj ose ndonjë rrjedhje karburanti, djegja është vetëm një hap larg. Arsyeja tjetër lidhet me rrjedhjet e karburantit. Nëse nafta ose benzina bie në pjesë të nxehta të motorit, është një recetë për katastrofë. Ndaj këtu është e mira që të kalitësh shqisat e nuhatjes. Nuk po ju them që të mbani me veten makinë 100 kufiri, por është e domosdoshme që të shkoni te mekaniku dhe të bëni një kontroll për rrjedhje tubash. Një kontroll i vogël që kushton jo më shumë se 20 euro, nuk vlen sa makina juaj, jeta juaj, por edhe atyre që ju rrethojnë. Kur shkoni tek mekaniku, i kërkoni të bëjë një kontroll të shpejt nëse makina ka ndonjë fije të zhveshur, pasi një masë e vogël dhe një tel i zhveshur mund të jetë një recetë për shpërthim flakësh. Shumë raste, nëse i referohemi akt ekspertimeve të policisë rrugore, kanë ardhur edhe nga mbinxehja e sistemit frenimit. Ferrotat fërkohen vazhdimisht me tamburot, djegin gomën dhe flakët përhapen menjëherë në të gjithë makinën. Ndaj, sa herë që bën udhëtime të gjata në kilometra por edhe në kohë, mos e nxirr makinën në afolio ose në neutral. Besoj se edhe ju që e nxirrni makinën në neutral në dishez për të kursyer karburant, e ndjeni atë erën e çuditshme që vjen nga përpara makinës, njësoj sikur dikush po pret hekur me një flex. Por ka edhe raste më të pazakonta që nuk janë as pak qesharake. Makina mund të digjet kur rri për orë të tëra në diell. Disa objekte të zakonshme që ne i mbajmë në makinë, si çakmaku, pulti i garazhit, apo një deodorant, pse jo edhe lodrat e fëmijëve me bateri të cilat mund gjenden rastësisht në makinë, mund të shpërthejnë nga momenti në moment nëse makina qëndron në temperatura të larta. Imagjinoni pak, nëse temperatura e jashtme arrin gjatë kulmit të ditës deri në 40 gradë Celsius, sigurisht që brenda makinës është dyfish, shkon 70 deri në 80 gradë Celsius. Pse ndodh kjo? Xhamat e makinës krijojnë efektin e serës dhe lejojnë që të hyjë drita e diellit dhe nxehtësia, materialet brenda makinës si plastika, tapiceria, ulset e zeza, bëjnë që të thithin shumë nxehtësi, ajri brenda makinës nuk qarkullon dhe temperatura të rritet shumë shpejt. Ndaj, lëre njërin xham pak të hapur, largo sendet e rrezikshme nga makina dhe vendos një mbrojtëse xhami mbi makinë. Kujdes çfarë mban në makinë. Kujdes kur ndez motori, bëj kontrollet her pas hershme dhe largo të gjitha sendet e panevojshme nga makina, të cilat mund të jenë një rrezik i shtuar për makinën tënde. Përdor edhe një mbrojtëse xhami, me siguri
që zjarri tjetë shumë larg. Mos harroni tash përndani këtë video pasi një informacion që juve ju duket kaq bazik mund t'i shpëtoj jetën dikujt. Shihemi në videon e radhës.